Përshëndetje nga unë Margarita. Të më falni sot se nuk pas ka shumë internet dhe ndonjëherë unë ndërpritet. Sot do doja të flisnim bashkë në lidhje me trashëgiminë që prindrit u lënë fëmijëve të tyre. Gjatë gjithë kohës prindrit përpiqen që t'i lënë diçka fëmijëve të tyre. Një shtëpi, dyqan, një zanatin e tyre, ose një llogari bankare. Dhe këtë e bëjnë që fëmijët e tyre të kenë një të ardhme më të mirë se ata vetë. Por, ajo që ka më shumë rëndësi është trashëgimia e vlerave të larta morale. Sepse, nëse një fëmijë ka ndershmërinë, nëse një fëmijë është i guximshëm, nëse zhvillon veten e tij nëpërmjet mësimit, nëpërmjet studimit, nëpërmjet aftësive për të marrë vendime të drejta në situata të ndryshme, nëse ka mirënjohjen, të gjitha këto janë cilësi që i krijojnë fëmijës karakter të fortë. Ndërsa trashëgimia materiale u jep fëmijëve rehatin, trashëgimia e vlerave të larta morale u krijon atyre rezistencë në jetë. Një karakter që ata të jenë të zotë për t'ia dalë mban vështirësive të jetës. Dhe nëse ata nuk do kenë pasurinë dhe i kanë këto vlera të larta morale, do ta krijojnë pasurinë. Por nëse ata kanë pasurinë dhe nuk i kanë këto vlera të larta morale, atëherë ata atë pasuri që prindrit ju kanë lënë do ta konsumojnë shumë shpejt, do ta bëjnë siç e themi në shqiptar drushekumlla. Pra, rëndësi ka krijimi i vlerave të larta morale tek fëmia. Krijojani këto vlera fëmijëve tuaj, që kur ata janë të vegjël, duke dhënë shembullin tuaj, sepse fëmijët nuk shikojnë se çfarë u thua, nuk bëjnë atë që ti u thua, po bëjnë atë që ju bëjnë, shikojnë veprat tuaja. Krijojani këto vlera fëmijës suaj që ai të jetë i fortë për të ardhmen kur ju mos jeni më. Këtë desha të ndaja sot me ju falenderoj që më dëgjoni dhe ju uroj sot një ditë të mbar dhe shihemi në live-et e tjera. Mirupafshim.